përveç se do të filloj pagesa për kujdestarit dhe shtesat të cilat do t'i kenë profesionistët shëndetësor muajt në vim, në mënyrë retroaktive do të paguhen edhe të gjitha ato që ju kemi mbetur borx, por pa fajin ton, edhe gjatë këtyre muajve të fillim vitit. Nuk kam informacione për momentin, po besoj që do ta sqarojmë qoftë përmes një statusi publik edhe një arsye tjetër pse duhet i shmangim zgjedhjet e panevojshme, se kur janë të nevojshme, natyrisht, na jemi vend demokratik. Buxheti vitin e kaluar e dini që nuk është miratuar për shkak të situatës politike me kohë. Përpasoj, buxheti është miratuar tek në këtë vit dhe siç e dini, 2 muajt e parë, janar dhe shkurt, kemi operuar me 1/12 e buxhetit nga viti i kaluar. Në këtë drejtim është mirë të sqarohen edhe qytetarët, por edhe profesionistët shëndetësor. Kjo ka qenë arsyeja pse nuk janë paguar edhe mjekët edhe infermierët për shtesat dhe për kujdestarit, jo të gjitha, mirë po një pjesë që nuk janë paguar, dhe ju kërkojmë ndjes për këtë punë, mirë po nuk ka pas asnjë mundësi ligjore të procedohen ndryshe, sepse po të ishte miratuar buxheti në tetor, nëntor, siç miratohet zakonisht, dhe të kishte filluar viti i ri me buxhetin e miratuar një vit përpara, kjo nuk do të kishte ndodhur. Nuk do të mbetet borx në asnjë moment për në asnjë profesionist shëndetësor për punën dhe kujdestarit të cilat i kanë kryer. Përveç se do të filloj pagesa për kujdestarit dhe shtesat të cilat do t'i kenë profesionistët shëndetësor muajt në vim, në mënyrë retroaktive do të paguhen edhe të gjitha ato që ju kemi mbetur borx, por pa fajin ton, edhe gjatë këtyre muajve të fillim vitit. Nuk kam informacione për momentin, po besoj që do ta sqarojmë qoftë përmes një statusi publik. Ne nuk bëjmë premtime boshe. Edhe çdo gjë që ne e bëjmë në analizë të mirë, vlerësuar dhe pastaj veprojmë. Do me thënë, u lidhet edhe me infrastrukturën, keni plotësisht të drejtë, sepse ka disa që mendojnë që janë me remetime, infrastruktura, ka disa që mendojnë që nuk janë të rëndësishme investimet në infrastrukturë, dhe në vitin 2025 kemi filluar me punën, dhe jam shumë i lumtur që deri në muajin korrik të këtij viti, e gjithë infrastruktura, sa i përket sishit, do të shtrihet në secilin institucion shëndetësor të Republikës së Kosovës, që është një parakusht për funksionalizimin e sistemit informativ shëndetësor, si parakusht i funksionalizimit të fondit për sigurime shëndetësore.